Kur ngritën themelet Qabes, Ibrahimi dhe Ibiri, nga shkretira e braktisur, shoj zanin e Nathiri. E nga Zoti urdhër mori, mirë pastro e shtëpin time, se nga gjitha nëtë e botës, do vi njerëz për adhurime. Të përgjigjem, e nga malli brenda digjem, po vi me një mal mëkate, i dorëzohem madhërisate. Të përgjigjem, e nga malli brenda digjem, po vi me një mal mëkate, i dorëzohem madhërisate. Me vrapen dhe presë largu, vizitoj shtëpin e vjetër, të përmendat të madhërova, përveç teje s'kam zot tjetër. Në fushën e Arafatit, shumë lutje me loti bana, dua t'kthem pa gjinohe, si ditën kur m'kalin nana. Të përgjigjem, e nga malli brenda digjem, po vi me një mal mëkate, i dorëzohem madhërisate. Të përgjigjem, e nga malli brenda digjem, po vi me një mal mëkate, i dorëzohem madhërisate. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak. Bismillahirrahmanirrahim. Në emër të Allahut mëshiruesit mëshirbërësit. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja, mëshira dhe bekati të Allahut qofshin mbi ju. Falenderimet i takojnë krijuesit të gjithësisë, i cili e zgjodhi njeriun të jetë më këmbës i tij në tokë dhe i cili na bëri pjesëtar të fesë islame. Ndërsa salavatet dhe selamet ja dërgojmë pishtarit ndriçues Muhamedit alayhimus salam. Të nderuar mysafir, i nderuar mifti i miftinisë së Shkupit, doktor Qenan Efendi Ismaili, bashkë me operativën e miftinisë dhe shumë të dashur familjar. Në emër të nxënësve shpreh falenderimin që na keni nderuar në këtë ditë, të cilën për neve është shumë e veçantë. Mësimi i Kur'anit është dritë, dhe drita është shumë e nevojshme për jetën e një njeriu. Andaj, të dashur prind, mësojeni fëmijëve tuaj Kur'anin, nga se me mësimin e Kur'anit do t'i ndryshojmë shtëpitë tona. Të nderuar mysafir, në pika të shkurtra do të paraqes para jush rrjedhjen e programit. Pjesa e parë, nxënësit do të përgjigjen pyetjeve nga ilmi hali. Pjesa e dytë, suret e shkurtra të Kur'anit dhe pjesa e tretë, duaja dhe shpërndarja e diplomave.
Pa humbur kohë, do të fillojmë me programin, a kurse nga ju të dashur familjar kërkojmë të na respektoni dhe të na ndëgjoni. Faleminderit dhe Zoti ju mbrojtë. Programin e filloj me tekbire dhe salavate për Muhamedin alayhimus salam, nga grupi i nxënësve. Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilahe illallah, Allahu Ekber, Allahu Ekber, velillahil hamd. Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilahe illallah, Allahu Ekber, Allahu Ekber, velillahil hamd. Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilahe illallah, Allahu Ekber, Allahu Ekber, velillahil hamd. Allahumma salli ala Seyyidina Muhammedin Nabil Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Seyyidina Muhammedin Nabil Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Seyyidina Muhammedin Nabil Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Tani filloj me pjesën e parë të programit, pyetje dhe përgjigje, ku pyetja për nxënësin Bilal Kovaçi është: ç'është Islami? Islami është feja të cilën Allahu xhaleshanuhu ja shpalli tërë njerëzimit nëpërmjet pejgamberit të vet Muhamedit alayhis salam. Islam do të thotë përkushtim ndaj Allahut. Ky përkushtim marrë duke u falur, duke besuar dhe duke bërë sjellje të mira ndaj njëri tjetrit. Me shqiptimin e shahadetit Elif Kovaçi. Me shqiptimin e shahadetit shfaqet përkatësia e besimit islam. Shahadeti shqiptohet kështu: Eshhadu an la ilaha illallah wa eshhadu anna Muhammeden abduhu wa rasuluhu. Që do të thotë, dëshmoj e deklaroj që s'ka zot tjetër përveç Allahut dhe dëshmoj e deklaroj që Muhamedi alayhis salam është rob dhe i dërguari i tij. Muslimani sa sharte i ka? Ernesa Hoxha. Muslimani i ka 33 sharta, ato janë 6 të imanit dhe 5 të islamit 11, 4 të abdesit 15, 3 të guslit 18, 3 të tejemumit 21 dhe 12 të namazit 33. Cilat janë 6 shartet e imanit? Kimet e Haxhiu. 6 shartet e imanit janë: Amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa bil qadri ahiri wa sharri min Allah ta'ala wal bathal ba'dal mauti hakun. Që të thotë, unë besoj Allahun, melekët e Zotit, librat e Zotit, ditën e gjykimit dhe çdo gjë që ngjan gjatë caktimin e Allahut xhaleshanuhu. Kushti i parë i imanit Halit Rameti.
Kushti I parë I besimit është besimi në Allahun xhaleshanehu. Qenja më e përsosur në natyrë është njeriu, I cili është I krijuar nga trupi dhe mendja, e I shpërblyur me ditorie e besim. Është I lidhur me natyrën nëpërmjet 5 qisave. Njeriu dallon nga qenit tjera të gjalla nga këto pikpamje. Mendon dhe gjikon, arrin dituri dhe flet. Gjithçka që shohim në tokë dhe në qiell shohim se është e rregulluar shumë bukur. Gjithçka lëviz në një rregull dhe harmoni të plotë dhe saktë përsosur. Rastësisht asgjë nuk ka, duke menduar mbi këtë rregull në natyrë. Na shtihen që të bindemi se ekziston dikush që e sondon të botën dhe ai është Allahu I Madhërisht. Ne Allahun si e besojmë, I mbrushe Hoxha. Ne Allahun I besojmë me cilësitë e Zotit dhe atij thubutie, cilësitë e Zotit dhe atij janë. Zot ka ekziston një, I përhershëm pa fillim 2, I përhershëm pa mbarim 3, një është e katërt, nuk I përngjan askujt as kurxhat 5, ekziston nga vetiu 6. Cilësitë e Zotit thubutie, Harbin Halili. Cilësitë e Zotit thubutie janë, Zoti jeton, Zoti di gjithçka, sheh gjithçka, dëgjon gjithçka, me vullnetin e tij bën gjithçka, është I plot fuqishëm, flet me të folët e vet hynor, gjithçka përmban shpik dhe çdo. Kushti I dytë I imanit, Erina Rameti. Kushti I dytë I imanit është besimi në melekët e Zotit. Melekët janë në krijesat të Allahut, të cilat nuk duken dhe janë të krijuara nga drita. Ata kur nuk gabojnë dhe me gjithë kënaqësinë e tyre I krijojnë obligimet që ua cakton Allahu. Melekët u japin mendime njerëzve dhe I shënojnë veprat e tyre. Melekët më të njohur janë: Gjibraili, meleku I shpalljes, Mikaili, meleku I riskut, Azraili, meleku I vdekjet, Israfili, kujdeset për fundin e botës, Kiramun Katibi, shënon veprat tona, Munkiri dhe Nakiri, pyetësit e varrit. Kushti I tretë I imanit, Tuana Ismani. Kushti I tretë I imanit është besimi në librat e Zotit. Librat e shpallakut pas ushqim për më të njohura janë Tevrati, Zeburi, Injili dhe Kur'ani. Tevrati ka zbritur Musa a.s., Zeburi ka zbritur Davudit a.s., Injili ka zbritur Isaut a.s. dhe Kur'ani ka zbritur Muhamedit a.s. Ç'është Kur'ani, Yusuf Hoxha? Kurani është një libër I shenjtë të cilin Allahu xhaleshanehu ja shpalli tërë njerëzimit nëpërmjet pejgamberit të vet Muhamedit a.s. Shpallja e Kuranit ka zgjatur 23 vite, 13 vite në qytetin Mekë dhe 10 vite në qytetin Medinë. Cili është kushti I katërt I imanit, Amra Gjureci e cila jam unë? Kushti I katërt është besimi në pejgamberët e Zotit. Pejgamber ka pasur shumë, por në Kur'an përmendet 25. Ato janë Adem, Idris, Nuh, Hud, Salih, Ibrahim, Ismail, Ishak, Lut, Jakub, Yusuf, Shuaib, Musa, Harun, Dhulkifl, Davud, Sulejman, Ejub, Ilyas, Eliasa, Zekeria, Yahya, Isa dhe Muhamedi a.s. Cilësitë e pejgamberëve, Irfan Hoxha. Cilësitë e pejgamberëve janë: ka qenë të drejtë të sinqerta, ka qenë të besueshëm, ka qenë të zgjuar të mençur, ka qenë të pagabuar dhe shpallja e Allahut ka transmetuar njerëzve. Ku ka lindur dhe ku ka ndëruar jetë Muhamedi a.s. Nazmi Haxhiu. Muhamedi a.s. ka lindur në qytetin Mekë dhe ka ndruar jetë në qytetin Medinë. Ka lindur në 20 prill të vitit 571. Babanja ka quajtur Abdullah ndërsa nënën Emine. Kur I ka ardhur profetëzimi ka pasur 40 vjet, ndërsa kur ka ndruar jetë ka pasur 63 vjet. Pastërtia, Ferhan Abdi. Pastërtia. Islami është fe e pastër. Çdo musliman duhet të ketë të pastër trupin, teshat, petkun dhe shtëpinë. Sepse me trup të papastër, tesha të ndyra dhe shtëpi të papastër nuk mund të falemi dhe të lexojmë Kur'an. Në pastërti bëjmë pjesë: larja e duarve para dhe pas ngrënjes, pastrimi I gojës, pastrimi I këmbëve, pastrimi pas kryes së nevojës. 4 kushtet e abdesit, Burim Hoxha. 4 kushtet e abdesit ato janë: larja e ftyrës, larja e duarve deri në bire, me dorën e lagur prekim 1 të 4 të kokës dhe larja e këmbëve deri mbi një. 5 kushtet e Islamit, Semir Hoxha. 5 kushtet e Islamit janë: shqiptimi I shahadetit, falja e namazit, agjerimi I Ramazanit, dhënia e zakatit dhe shkuarja në hax kush ka mundësi. Salavatet, Faris Gjureci. Allahumma salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammed kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammedin wa ala ali Muhammed kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Tani do ta thënë një ilahi e grupi vajzave. Rrugën time me lot lava, emrin tënd kur zurën goja,
dritën tënde për her par pava. Zemra fort filloj të dojë, sa dëgjoj për ty o Muhammed. Esselemu alejke ja Rasul Allah. Esselemu alejke habibi ya Nabi Allah. Esselemu alejke ya Rasul Allah. Esselemu alejke habibi ya Nabi Allah, ya Rasul Allah. Bali puthi plot malseshen, gjurmë tua unë po kërkoj, dhe kam balse që ba, veç i hen gjennet me t'pa, vetëm ty o Muhammed. Esselemu alejke ya Rasul Allah. Esselemu alejke habibi ya Nabi Allah. Esselemu alejke ya Rasul Allah. Esselemu alejke habibi ya Nabi Allah, ya Rasul Allah. Xhamia Tuana Ismani. Xhamia, drita që nisin nga qyteti i Medinës, kur pejgamberi ynë i dashur Muhamedi alayhis salam arriti në Medinë, nuk ndërtoi pallate as tregje të mëdha, por gjëja e parë që ndërtoi ishte xhamia, shtëpia e Allahut, dritarja që lyp qiellin me tokën. I dërguari i Allahut Muhamedi alayhis salam zgjodhi një vend të thjeshtë me shtylla prej trungët të hurmave, me dysheme rrëre dhe qati nga gjithë e palmash. Por ajo xhami u bë burim për të gjithë botën. Në atë xhami u falën sahabët, u mësua Kur'ani, u forcuan zemrat dhe u bashkuan vëllezërit. Aty u shpallën shumë ajete, aty u ngrit morali i ummetit. Pejgamberi alayhis salam vetë pastronte, e parfumoste dhe ndërtonte xhamin, sepse ai ishte vendi ku ai fliste me Zotin e tij. Një ditë profeti alayhis salam tha: kur të shihni dikë që e do xhamin, dëshmoni se ai ka iman. Kjo është shenja e besimit, dashuria për xhamin, sepse në xhami nuk shkojnë vetëm për të falur namaz, por për të pastruar zemrën, për të gjetur qetësinë dhe për të bashkuar si vëllezër. Ne, në zonësitë e kësaj xhamie, duam të ecim në gjurmët e pejgamberit alayhis salam, ta duam xhamin si ai, ta mbajmë të pastërt, ta mbushim me dritë dhe dije, të ulemi me respekt në mësim, të dëgjojmë fjalën e Kur'anit, të falemi me parulesi dhe të largohemi me zemër të qetë. Kush e ndihmon xhamin, Allahu e ndihmon në çdo hap të jetës. Kush e pastron xhamin, Allahu ja pastron shpirtin. Kush e ndriçon me dritë, Allahu ja ndriçon varrin me nur. O Allah, na bëj neve të jemi si shokët e pejgamberit tënd, që e deshën xhamin me gjithë zemër, që e mbushën me namaz, me dhikr dhe me dije. Na bëj edhe neve prej atyre që në ditën e gjykimit të jemi në hijen tënde, sepse zemra jon ka qenë e lidhur me xhamin. Përsëri vajza do të këndoj një laj. Ç'është kjo ere këndshme miskut, që ka ploj tokë e qiell, ç'është ky shpirt që po lartësohet, e po pritet kaq me nder, ç'është ai zogu ngjyrë gjelbër, mbi burime fluturon, e shëtit në për xhenete, në çdo skaj të tyre shkon. Myshdenan për ty ka djali shehit kara, amanet ty talan, kur të vi për mu me pa, jo zgudzon me u mërzit, zdu me lot me ty pasyt, kokën lartë bajenan, bandurim me iman. Myshdenan për ty ka djali shehit kara, amanet ty talan, kur të vim për mu me pa, jo
zguxon me u mërzit, zu me lot me ti pasyt, kokën lart mbajenan, bandurim me iman. Një pik gjak nga trupi rodhi, gjithë mëkatet i rënoj, ishe rob i kthyer nga Zoti, andaj Zoti të gradoj, hapuni dyert e xhenetit, për ju ky vend stolis, s'ka më brenga, s'ka më lodhje, kjo është dita e përjetësis. Lum për ty o shehir, je ngostit e Zotit, ishe ti zemër glir, zjodhe vdekjen më të mirë, gjaku yt shumë i shtrejt, ujiti tokën e shejt, luftove për shahadet, emri yt ka me mbet. Lum për ty o shehit, je ngostit e Zotit, ishe ti zemër glir, zjodhe vdekjen më të mirë, gjaku yt shumë i shtrejt, ujiti tokën e shejt, luftove për shahadet, emri yt ka me mbet. Ne tani do të vazhdojmë me pjesën e dytë të programit, ku nxënësit do të lexojnë suret e shkurtra dhe do të bëhet duaja e hatmës. Dhe më pas do të bëhet ndarja e diplomave në të cilën do ta bën miftiu i Shkupit. Po përveç ndarjes së diplomave do të kemi nderin që edhe hutben e xumas ta dëgjojmë nga udhëheci i jetës fetare në Shkup, Doktor Qinan Efendi Ismaili. Pasi të përfundohet me suret të shkurtra, do të bëhet duaja e hatmës, së cilën do ta bën referenti i miftinisë së Shkupit, e nderuari Hafëz Irfan Sulejmani. Fillojmë me surat. Yusuf Hoxha, Ajetul Kursi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تعوذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم. Bilal Kovaci, Amen e Rasulu. بسم الله الرحمن الرحيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا
عنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ألف كواتشي القادة. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. Ernesa Hoxha, Suratu Al-Fil. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. كمية عجيو سورة القريش. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. أمر جريتي سورة المعارف. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يهد على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. حربين هليلي سورة الكوثر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر وصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. إرينا راميتي سورة الكافرون. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابدون ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي الدين. توانا إسماني سورة النصر. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. يوسف هوجا سورة المسد. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات اللهب وامرأته الحطب في جيدها حبل من مسد. إمبروشة هوجا سورة الإخلاص. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. نظمية هجيو سورة الفلق. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق
من شر ما هلك ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر نفثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. Irfan Hoxha, suratu An-Nas. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر وسواس الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Ferhan Abdi, suratu Al-Fatiha. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير مغضوب عليهم ولا الضالين. Halit Rameti, Alif Lam Mim. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم ببركة ختم القرآن العظيم وبحرمة من أرسلته رحمة للعالمين. واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. اللهم زينا بزينة القرآن وأكرمنا بكرامة القرآن وشرفنا بشرافة القرآن وألبسنا بخلعة القرآن وأدخلنا الجنة بشفاعة القرآن. اللهم طهر قلوبنا واستر عيوبنا واشف مرضانا واقض ديوننا وبيض وجوهنا وارحم آباءنا واغفر أمهاتنا وأصلح ديننا ودنيانا وشتت شمل أعدائنا واحفظ أهلنا من جميع الآفات والأمراض والبلايا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وفي القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا وإلى الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Të nderuar xhamatin, nderuar muftinis së Shkupit doktor Kenan Efendi Ismaili, të nderuar referent muftinis, të dashur nxënës
të nderuar familjar të nxënësve, njerë une si imam u falenderoj që kini da ka t'jeni misafir të këti gëzimit këtine fëmijëve, po gjithashtu shfrytëzoj rastin të dëshiroj suksese një jetë fëmijëve. Këta janë veç një sukses që mund të kishin arrit e që duhet t'i arrin një jetë. E inshallah Allah i t'u ape të mira, t'i gëzoje një jetë e t'i boje t'jen shembull i shoqërisë. Nuk do të humbi ma shumë ka se sot edhe e xhumo, të bëhet shpërndarja e diplomave, pastaj do të vazhdojna edhe me namazin e xhumos, për sot në e boni halal, po është dua hatme, duhet jesë ditë e veçantë, nëse nuk japën vlerë ne kësaj, atëherë kush duhet t'i jape. Ne duhet t'u japën vullnet fëmijëve, a unë u falenderoj juve si prind, që nuk ndalni t'i bini fëmijët në xhami, e inshallah kjo do të jesë shpërblim edhe për ju, edhe për këta, edhe për krejt ata të cilat përkrahin edhe ndihmojnë. Allah i shpërblet gjithëve. Mifti, urdhënat i shpërndajmë certifikat. Nazmije Haxhiu. Ernesa Hoxha. Amra Gjureci. Bilal Kovaci. Erina Rameti. Halid Rameti. Kimete Haxhiu. Harbin Halili. Tuana Ismani. Elife Kovaci. Yusuf Hoxha. Burim Hoxha. Ferhan Abdi. Semir Hoxha. Irfan Hoxha. Fariz Gjureci. Imrushe Hoxha. Dhe një mirënjohje për mualimin, për kontributin e dhënë, Allahu shpëlbeft. Dhe në fund një mirënjohje për këshillin e xhamisë, në shenjë falënderimi dhe mirënjohje për kontributin e dhënë. Po këtë mirënjohje japim këshillit xhamisë me shumë iniciativa të hajrit që bën, një prej atyre iniciativa natyrisht me përkrahjen e xhamatlive, me përkrahjen e donatorëve, me përkrahjen e dashamirëve të shtëpive të Zotit, është bën edhe një renovim, një përkrahje në këtë xhami. Është zbukuru dhe keni zbukuru zemrat e juaja, keni zbukuru fshatin tuaj, e keni zbukuru xhenetin tuaj inshallah. Dhe natyrisht si domaçin i xhamisë, kryetarit këshillit apo këshillit xhamisë, në emër gjithë xhamatit, në emër të donatorit, në emër të gjithë dashamirëve, ja japim këtë mirënjohje në shenjë falënderimi dhe duaje, gjithë ata që kontribuojnë në rrugt të Zotit, Allahu a shumë fishoft pasurinë, Allahu a ruajt familjen, evladin dhe inshallah të bëhet dritë në botën e ardhshme.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتاب الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق الله العظيم Falënderimet I takojnë vetëm Allahu Dhul Gjelal, Ati që na dha shpirtin që të jetojmë, na dha imanin që të besojmë, na dha Kur'anin që të mësojmë, na dha mendjen që ta kuptojmë, na dha gojen që të këshillojmë, na dha sy që të shiqojmë, na dha veshët që të dëgjojmë, na dha gjymtyrët që të punojmë, na dha pasurinë që të falenderojmë dhe krijoi xhenetin që Allahun të takojmë. Allah inshallah gjithve nasib në ban, ja Rabbel Alamin. Salavat për zemër të mbi shpirtin e bekuar të mësuesit dhe edukatorit tonë Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, mbi shokët, miqt, familjen e tij dhe me gjithë ata që ndjekin dhe do të ndjekin në rrugën e tij deri ditën e gjykimit, inshallah. Të nderuar vëllezër, i nderuar I xhamat, të nderuar pranishëm. Do të më lejoni të them 2-3 fjalë, as për të zgjat, as për thonë diçka që nuk keni ndëgjuar nga hoxhallarët tuaj dhe tonët. Po thjesht për dhënë hakun hutbes, për dhënë hakun ditës xhuma, për dhënë hakun kësaj xhamie, për dhënë hakun këtij xhamati, për dhënë hakun këtyre talebeve, do të mundohemi të themi disa fjalë, por duke bërë dua dhe lutje tek Allahu Dhul Gjelal, që fillimisht gjithë ne që jemi të ngarkuar për plot gabime dunjaje, ku gjunahet tona vijnë një pas një, ku me vedije, ku pa vedije, bëjmë dua në këtë ditë xumaje që dua dhe lutje tona nuk refuzohen, por pranohen. O Allah I madhërisëm, ne jemi njerëz
ne gabojmë, ne jemi të ngarkuar me dertet e dunjas, andaj kërkojmë në këtë ditë gjymoje nga kjo shtëpi e jotja në rruzin toksor, në fshatin Raçe, o Allah, gjunahet tona avë dhe makfiret në i ban. O Allah i madhërishëm të lusim për të tashmen tonë që të na udhëzosh në rrugën e drejtë. Nëse jemi në rrugë drejtë në këtë rrugë na forco ja Rabbel Alemin. O Allah i madhërishëm e lusim madhrin tënde edhe për të ardhmen tonë që ne nuk e dim. Ajo që është me e khajrit, ajo që është me e mira, ajo që është me e dobishmja, atë na jep ja Rabbel Alemin. Na mundësot që jetojmë me dignitet si musliman. E kur ndahemi nga kjo botë, ndahemi me iman. E kur të rinjallemi në botën ardhshme, të rinjallemi bashk me Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, ja Rabbel Alemin, amin, amin. Të dashur vëllezër, vazhdoj duke bën dua dhe lutje për punën që është bë. Qoftë në përkrahjen e xhamisë e në veçanti në punën në këtë mektep. Kam obligim moral në hutbe të bëj dua dhe të lut Allahun bu xhelal. Inshallah këto ceremoni dhe këto aktivitete në këtë shoqëri kur nuk ndalen ja Rabbel Alamin. Plus Allahun xhelal këto evlat të bëj evlat të khairit. Këtë ardhmëri ta bëj ardhmëri të shëndosh, që nesër do të jetë në shërbim të popullit vet ja Rabbel Alamin. Bëj dua për muallimin që e ka lavdruar Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, duke e konsideruar më të mirin mesin tuaj. E më i miri është ai i cili mëson Kur'anin dhe mëson Kur'anin të tjerëve. Allahu dhu xhelal inshallah muallimit i jep jetë e bereqet në dunja, e ta ringjall me njerëzit e mirë në botën ardhshme. Dhe për gjithë ata prindë që orientojnë fëmijët e tyre e kanë dertin e evladit që të jetë në rrugë të Zotit. Inshallah Allahu dhu xhelal çdo jetë të hajrit që kanë Allahu t'u realizoj. E gjithaj xhamat që vjen me Iran sejdë Zotit, lidhet me Allahun dhul xhelal. Allahu dhul xhelal inshallah e ruan nga çdo sprov. Allahu dhul xhelal inshallah ja mundson të jetoj me bereqet. E kur dhe në momenti që është dorë të Zotit të ndahemi nga kjo botë, inshallah të ndahemi gjithë bashkërisht me shahadet. Të dashur vëllezër, Allahu dhul xhelal e don besimtarin, ama besimtarin që është aktiv. Besimtari pasiv, që nuk e di pse ka ardhur në dunja, që e ka humbur për rrugën në për rrugicat e dunjallëkut, nuk mund të jetë një besimtar i favorizuar tek Allahu dhul xhelal. Besimtari aktiv. E besimtarin aktiv, që e ka dert e vladin e vet dhe aktivizohet si ta ngrit atë, e ka dert familjen e vet, mundohet ta orientoj ka e mbara dhe ta ruaj nga sprovat dhe gabimet e mundshme. Besimtarin aktiv që mundohet të jep kontribut për fshatin e vet, të jep kontribut për rrethin ku jeton, të jep kontribut për shoqëri, të jep kontribut për popullin, të jep kontribut për kombin, të jep kontribut për fen. Kjo është besimtar aktiv. Besimtarin aktiv e don Allahu. Besimtarin aktiv e mbron Allahu. Besimtarin aktiv Allahu dhul xhelal ja lehtëson zgjidhjet në dunja, por besimtar aktiv. Të dashur vëllezër, ama kur themi aktiv, nuk kuptojmë që të jetë aktiv edhe në sferat negative. Aktiv, ama i lidhur me Zotin. Aktiv, ama që i frigohet Zotit. Shif sa bukur e thot Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam një hadith e gjeni tek Buhariu. Thot alaihi salatu wassalami, janë një grup njerëzish që kanë me hinë xhenet pa dhënë llogari. Subhanallah. Vjen momenti kur ne gjithë do të ringjallemi para Allahu dhul xhelal dhe do të na kapin ato ethet, do të na kapin djersët e llogari dhënjes para Allahut Madhrishëm, kur të fillojmë të shiqojmë anën se kush do të na zgjat dorën, e do të shpresojmë te baba, te nana, se do të kemë mëshirë për neve, e të ndonjë i fort në thojza i dunjos mos po na ndihmon, e askush nuk do të na ndihmoj përveç mëshirës Allahut dhul xhelal.
Pejgamberi Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam thot, një grup kanë me hi në xhenet pa dal me dhon llogari. Sahabët thanë, o i dërguari i Allahut, po kush janë këto që do të hinë në xhenet pa dhon llogari? Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam me urtësin i inspiruar nga ana Allahu dhu xhelal e dha këtë përgjigje. Thanë xhenet do të hinë ata që një nuk vjedhin, se dhe vjedhësja është aktiv, edhe e du të mu lodh, edhe e gjërsitet, edhe e ban plane, se qash let nuk ka me vedh, ama aktiv ka e keqja. A i cili nuk vjedh, ama mos a kuptojmë të vjedhjen në atë mënyrën që e kuptojmë çdo herë ne, që e ka thit dritaren, ka him rejna në shpi, ti ka vjedh parët, ta ka vjedh arin, e ka vjedh bankën, edhe ka ik. Jo, nuk ka veç ki hajdut. Nuk ka vetëm ki vjedhës. Vjedhës është edhe aj punëdhon si që ja vjedh hakun punëtorit vetë. Vjedhës është edhe aj punëtori që ja hanë hakun pronarit vetë. Vjedhës është edhe aj baba që ja hanë hakun vajzës vetë. Nuk do thotë si, po, i ndane vladin, gjemve ju jep, vajzës nuk jep kur gjo, ja ka vjedh hakun. Vjedhës është edhe ai i cili del të merë për krahin e popullit edhe i vjedh votat. Vjedhës është edhe ai i cili e ka megjen, e ka të nda me arën, edhe i shti pak matanena, një metre i hi ati qetrit mrejna. Vjedhës është. Wallahi gjithë janë në kategorinë e hajdutëve, ata që i hindër hak tjetrit, e ato letë bon gati. Letë bon gati se në dunjosën i kina vërejt, ndoshta, nuk janë diktu, si kina kuptu, kanë mjeshtri, janë mshef. Wallahi para Allahu dhu xhelal, ati të drejtit absolut, nuk ka me hi dhe nuk ka me ik, as një centimetr pa dhonë hak, as një padrecije vogël pa dhonë hak. Për atë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, ai i cili është rujt dhe nuk ka vjedh, ai inshallah në xhenet, një prej cilësive me hi pa dhon llogari. E dyta, tha Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, ai i cili nuk mirret me sihr e magji. O vëllezër, ta kesh zemrën e prishur, që të prishë dhe të bëjë sihr burit dhe gruas në natën e dasmës. Vetëm pse kje i natë apo e gjelozon. Tja prishish raportet babës me evladin. Tja nëzish jetën një njeri i cili ka suksese në jetë, duke shpejtu në të gjatin e të majtë, duke lidh nyje, duke marr ujë atje, duke marr dheja atje poshtë, dhe tja nëzish jetën. Wallahi Allah ka mi janë zin jetën atin dënjot, ama ma e keqa kur t'janë zin e në ahiret. A i cili qëndron larg këtyre punëve, larg sherrin ndaj tjerëve, larg domit ndaj tjerëve, larg sihrit e magjis, dhe nuk përfiton në korris të tjerëve. Hajde se unë ta zgjidhi nien, hajde se unë ta bëj këtë, bjermi ti mu 100 euro, bjermi ti mu 500 euro, duke ja gjek shpirti njerëzve, në thojza, gjoja se i po i shëron, duke u marë edhe mesir edhe magjimat më dhaja. Allah në rujt inshallah. E dyta vlezër, kujdes. E para tham vjedhja, e dyta sihri magjia, e treta tha Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, ai që nuk mburret pa nevojë. E qka kjo mu mbur pa nevoj? E bona një gjuna prom, edhe sot për im ledhi shok me dit ju të qka ku mbo une. Edhe krenot qka ka bo. A i ka bo amoralitet zino, ti të krenot, e di qka ka bo. Ose e ka nëndshmu, e ka ofendu, di ka në thot, po, qka i ku mbo. E ku në këput. Po, e ki këput. Mburru ti me gjunojnë që i ki bo. Ose, ja shpalos tjetrit gjunohet. Bone men këtë fjali.
ja shpalos tjetrit gabimet e mundshme, edhe krenohesh me atë që e ki bo. Hajta shohim këtë krenarin ahiret që ki me argumentu. Sepse parim islam është, edhe nëse e shef vllaun ton duke bo një gabim, t'ja mbulosh gabimin dhe t'ja shpalosi shat. Nëse donë Allahu ja fal. Nëse donë Allahu. Pra e treta, mos u mburr me gabim, mos u mburr me gjuna, mos u mburr me domin që ja ban dikuj tjetër. 3. Edhe 4, tha Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, tha është i lidhur me Zotin. Edhe kur të provokon dikush, i lidhesh me Zotin. Edhe kur pa drejtësi dikush, i lidhur me Zotin. Edhe kur të grin gropa dikush, i lidhur me Zotin. Se vallaj nëse je në rrugë të drejtë, kurdo, Allahu dhu Gjelal do të bëj që t'jesh nga njës. Andaj, tha Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, dhe nuk kemi dyshim fjalët e tij. Ata që ditën e rëndë, të quajtur dita e llogaridhënies, kur dalin para Allahu dhu Gjelal, nëse i ka këto 4 gjëra në dunjë, aja dita shumë rahat, se kam ju qelë dera me hinë xhenet pa dhënë llogari. Inshallah dhe ne jemi prej të tillëve. Allahu na e bof nasip ya Rabbul Alamin. Sepse tha Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, ai i cili mbështetet Zotit, Allahu dhul Gjelal ka me ja lehtësu jetën dunjë, ka me furnizu, ka nuk e pret. Ka nuk e pret, Allah ka me sjell rrezikun. A nëse je i lidhur me dunjon, i përkushtuar vetëm dunjon, nuk t'intereson a i dhënohet Zoti, a i dhënohet robi i Zotit, a i hindër hak ati, a nuk i hindër hak ti tjetrit, a i përkushtuar vetëm të mrin dunjo. Dunjon e shënondër, dunjon e shëngondër, gjithë shka e ki të lidhur me dunjon, tha Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, Allahu dhul Gjelal, aten ditën e gjykimit ka me lon dorën të dunjos. Dorën e dunjos ka me lon. Bujrun tash, dunjoja le të ndihmoj e ti. Për kanë ki jetu, për kanë një lodh, për kanë një konë aktiv, bujrun aj le të ndihmoj e. Allah të në ruje, inshallah. Të dashur vëllezër, gjithë njerëzit e kanë për obligim të jenë aktiv dhe të bëjnë plane. Po e përsëris, çdo kush prej juve, pa më parasysh moshën, edhe ai riu që janë në shkollë duhet kese plan, çka me shkollën e vetë. Edhe ai që punon, e ka për obligim të bëj plan, si duhet ta ecë punën dhe ta ngrisë sa më lart. Edhe ai që është më i vjetër duhet kese plan, nuk u do të thosë, jemja e ka patë mo, unë e kryta punën. Jo, i ki bot 60 vjet, 70 vjet, 80 vjet plan duhesh me pas. Çfarë kontributi mund t'japun brenda familjes, te nipi, te mbesa, ka një idhnim, si ti pajtoj, si ta zgjasim dorën, çfarë kontributi t'jap në fshat, në katun, në xhamin, koshi, plan duhet me pas. A ka mundësi që planet tona shpesh dalin dashakçin dhe na e prishin? Po mëre për dit. Ka pas pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e mos kemi ne. Pse pejgamberi selam s'ka pas derte, s'ka pas gajle, plot. Bile ka pas raste që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka pas gajle nesër. Duhet me hongër. Nesër. Jo me pas gajlen sa kat t'ja bëj shtëpinë nipit, 2 gjenerata ta nejna. Jo mër nesër duhet me hongër, çka mund të ha nesër. Deri në këtë deregje, se pejgamberi Allahut, po shembull për njerëzit, për gjitha shtresat. E në momente që ka pas një dert, një siklet, sikur që kemi ne dert e sikletin në momente të caktume që nuk dim ka të shkojmë, e kam një dert shëndetësor, e kam një dert ekonomik, e kam një dert me vajzën, e kam një dert me gjallin, e kam një dert me akrabon, e kam një dert, ka duhet shkoj, ku duhet trokas, ka duhet të thiri. Qa bëjmë punë e parë vëllezër ne? A më nomin të shofim kusha i forti që ka me nëndimu? Kusha ma i forti? Ja shembullin e kemi të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Trokitja e parë ka qenë në derën e Allahu dhul Gjelal. Kër e ka pas një siklet, ashtu edhe ju ka thonë antarëve të familjes, bashorëve, fëmijëve. Një duke unë bështet në jetë kuranor, natyrisht.
Qoni, ka thonë. Qoni, merë një abdes. Qoni, merë një abdes e të falim namaz. Kja është trokitja e parë. Quni. Se ka thonë Allahu dhu gjelale, wa'mur ahlaka bis salah, wastabir aleha. La nes'aluka rizkan, nahnu narzukuk, wal aqibetu lit taqwa. Sura e Taha, jeti 132. Se ka thonë Allahu dhu gjelal, urdhnoj familjen tonë të qohën, të falin namaz, edhe ti përqëndrohu, edhe ti përkushtohu në namaz. Nuk kërkojmë për teje rësk, na të furnizojmë ti, thotë Allahu dhu gjelal. Ne ta zgjidhim ne ti problemin, na ta qëmë rëskun, na ta qëmë bereqetin, lidhu mas pari me Zotin, jo me krijesën. Lidhu me Zotin. Wala qibetu lit taqwa. Mbone me dhezë këtë fundin e këtja jeti. Përfundimi i mirë. Fundi i mirë. Ashtë i atyre që i frikën Zotit. A më rëndësishme se fundi s'ka kur gjonë. Se kete presin fundin si do e kemi. Fundi i mirë, përfundimi i mirë, është e atyre që i frigohen Allahut. Andaj vlezër, në momente që kemi pengesa në realizimin e planeve tone, apo siklete, apo sprova, gjithë me familje tona, të parin që duhet, ta ftojmë, ta thirim, ti mbështetemi, është Allahu dhu gjelal duke i ronë sejdë ati. E të dashë vlezër, për në bullaksoj nga da këtë qilë ti me të shkurdën. Ma që a shpalli Allahu dhu gjelal Davudit a.s. Duke a bo me dije edhe ati, për në mërmjet ati edhe gjithë neve. Se gjatë rrugtimit ton, pa dyshim që ka me pas pengesa, sikletes, prova, vështirësi, këtë ka me kom, pjesë të jetës. Tha Allahu dhu gjelal, robi im i cili nuk lidhet me krijesën time, por lidhet me mu. Sikurse gjitha gjallësat në tokë, pra gjithë njerëzit, po edhe gjinët, ti nguliten për para, Allahu ka mi atë qetë një rrugdalje. Subhanallah. Mos u frigoni, pra me fjalë tjera, mos u frigoni. Pala tjetër shumë e fortë, armiku shumë i fort, domin shumë e madh ka e ma bo, ose gjinët janë shumë të fort, jo, mos u frigoni, sepse Allahu dhul gjelal ka thonë, nëse lidhësh me Zotin, do njerë mund të vonoje, ama Allahu dhul gjelal rrugdalen ka me ta gjetë. Andaj të dashur vëllezër, një mesazh shumë i madh, që edhe ne kur kemi sfida në dunjo, zërë ta dim, dhe nuk mund ta kuptojmë ka na vjen, ama Allahu dhu gjelal na obligon që t'jemi aktiv të lodhim e ta lodhim trunin, si ta gjem një rrugdale dhe ta arrim qëllimin e hajrit. Për unë bullaksoj, vesh me një shembull nga historia. Ishte një mbret, ama një mbret shumë i mirë, e donte shumë populli, a di pse e donte? Sepse ai, kur dilte rregullisht, në treg, në mos, nuk u mbyllte, ishte në mesin e popullatës, vetëm e ndashin, të thëshin e kam një dert, ja qanin dertin, ja zgjidhte. Ka dert eksistencial, me njëherë ja zgjidhte. I bante dikush pa drejtësi, me njëherë ja zgjidhte. Mi po gjatë kalimis të jetës, Allahu xhelal e sprovoi edhe me një smundje që e humbi të dëgjuarit. Edhe u mbledhën gjithë mjekët. Ti gjenë ilaç, nuk po të ndëgjon mbreti. Edhe kur e po që nuk mund t'ja gjenë ilaçin dhe mbreti u demoralizu, mes qerash mbreti e tha një fjalë. Nuk e kam tha dertin se e kam hub në dëgjimin. E kam dertin se tha unë jam në kryet e vendit. E tani nuk kam me qka i ndëgjoj dertet e popullatës. Që ki derte kam. Ama tha, më ka shku mendja diku. Shif rrugdalja, o vlezër. Njeri që lodhe gjenë rrugdalja, vallahi. Por anë ditën e gjikimit, bomi hazër, mësujnë për të një punë, vallahi nuk e kam ditë, ose se një kam arrit, a e ki mundu me gjithë rrugdaljen. Që ka boni ki? Tha unë e kam gjithë rrugdaljen. Dilni edhe të regoni popullatës. Gjithë ata që kanë ndë një dert, apo ju bohet pa drejtësi, pasi që tash nuk mund t'i ndëgjoj, por mundem t'i kuptoj.
Vetëm në të veshin rrobat kuqe, edhe me të hesin me rrobat kuqe. Kur ta shoh që është me rrobat kuqe, do e di që ki ka një problem. Edhe do e thirim, t'ja zgjidhim problemin. Pas ka rrugdalja, vëllezër ka rrugdalje për gjithçka. Nëse do me e zgjidh një dert, një problem, me qeni hajrit, me qeni dobishëm, me qeni aktiv, edhe nëse je pa vesh, edhe nëse je pa sy, edhe nëse je pa këmbë, ti prapë do duhet jesh besimtar aktiv përderisa merr frymë në shoqërinë ku jeton. Allah na bëj për të tillëve ya Rabbel Alamin. Unë lut Allahun dhe xhelal, Allah inshallah gjithë në rrugën e drejtë na udhëzoj. Nga zjarmi i xhenemit të na mbroj. Xhenetul Firdausi nasip të na bëj, të na mundsoj një jetë begashme me bereqet. E inshallah kur ndahemi nga kjo botë, të ndahemi me shahadet duke thonë ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. ألا إن أحسن الكلام وأبلغ النظام كلام الله الملك القادر العزيز العلام كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام إلى الآخر آية صدق الله العظيم. الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله الحمد الكاملين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين تعظيما للنبي وتكريما لفخامة شأن الشرف صفي وقال الله عز وجل في كتابه الكريم إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون صدق الله العظيم. Kur ngritën themelet Qabes, Ibrahimi dhe Ibiri, nga shkretira e braktisur, shoj zanin e nathiri, e nga Zoti urdhën moni, mirë pastro e shtëpin time, se nga gjitha në të botës, do vinë njerëz për adhurime. Të përgjigjem, e nga malli brenda digjem, po vi me një mal mëkate, i dorëzohem madhërisate. Të përgjigjem, e nga malli brenda digjem, po vi me një mal mëkate, i dorëzohem madhërisate.